Perspektiva gjinore në drejtsinë tranzicionale, klasa virtuale. Të dashur ndjekës të këtyre moduleve, përgëzime për interesimin tuaj për të zgjeruar njohuritë në lidhje me drejtsinë tranzicionale dhe integrimin e perspektivave të shumëllojshme në proceset të drejtësisë tranzicionale. Në dëgjim të parë, drejtësia tranzicionale dhe gjinia nuk duken të kenë një lidhje të drejtë për drejtë. Por, përgjatë 4 moduleve në vijim, do të elaborojmë në detaje se si secili proces i drejtësisë tranzicionale, por jo vetëm, është i gjinorizuar. Gjinorizimi është pjesë përbërëse të menduarit, vepruarit dhe sjellurit në shoqëri. E proceset e drejtësisë tranzicionale nuk i kanë shpëtuar kësaj dukurie. Rolet gjinore dhe mënyra se si ndërtohet dhe mbahet paqja janë shpesh herë të bazuara në norma tradicionale që vazhdojnë të përjashtojnë dhe injorojnë perspektivat e grave dhe komuniteteve të nënpërfaqësuara. Rreziku i një veprimi të tillë padyshim që dërgon tek ripërsëritja e një konflikti dhe paqja afat shkurtër. Këto module synojnë të dekonstruktojnë rolet gjinore, të shpërfaqin vlera patriarkale në sistemet e paqes dhe të kontribuojnë në diskursin publik të agjendës për barazi gjinore në fushën e paqes dhe sigurisë. Shtjellimi i koncepteve është i bazuar në teorizime dhe hulumtime që synojnë ta gjykojnë sistemin e drejtësisë tranzicionale në mënyrë kritike, gjithnjë duke instrumentalizuar lentët gjinore. Për më tepër, modulet shoqërohen edhe nga video të shkurtra, të cilat do t'ju ndihmojnë t'i kontekstualizoni njohuritë në nivel global dhe lokal, e në të njëjtën kohë do t'ju ofrojnë një mënyrë më ndryshe të nxënit njohuri. Ju urojmë mësimdhënie të këndshme dhe mos harroni t'i keni afër vetes lentët gjinore përgjatë gjithë këtyre moduleve, por jo vetëm këto. Modulin E, gjinia dhe drejtësia tranzicionale. Si ndërlidhet gjinia me drejtësinë tranzicionale? Mekanizmat e drejtësisë tranzicionale synojnë të adresojnë padrejtësitë të kaluara, të vendosin syndimin e ligjit dhe të krijojnë kuadro të reja ligjore në shoqëritë pas konfliktit ose pas regjimeve autoritare për të parandaluar dhunën e ardhshme. Ashtu siç është diskutuar në modulet paraprake, këto mekanizma përfshin masa gjyqësore dhe jo gjyqësore, si gjyqet, komisionet e së vërtetës dhe memorialet. Qëllimet e tyre shpesh përfshin demokratizimin, ndërtimin e kombit, respektimin e sundimit të ligjit dhe promovimin e një ekonomie të tregut të lirë. Historikisht, drejtësia tranzicionale dhe ndërtimi i paqes kanë përforcuar norma gjinore dhe kanë mirëmbajtur sistemin patriarkal në shoqëri, të ndryshme përmes përjashtimit të perspektivave dhe përvojave të jetuara të vajzave dhe grave në konflikt, si dhe pas përfundimit të tij. Një qasje e tillë që nuk njeh se gratë dhe vajzat përjetojnë konfliktin më ndryshe se burrat dhe djemt, rezulton me praktika të paqëbërjes të cilat nuk sigurojnë qëndrueshmëri dhe barabartësi për të gjithë. Në mbarë botën, gratë dhe vajzat përgjatë konflikteve dhe pas tyre kanë pasur rol aktiv, duke qenë agente të ndryshimit dhe katalizatore të paqes. Sidoqoftë, ato rëndom përshkruan sikur individ pasiv dhe viktima të konfliktit, duke mos u përfaqësuar në mënyrë kuptim plot në dokumentim të së kaluarës e duke u përjashtuar qëllimisht nga proceset e ndërtimit të paqes. Para se të elaborohet më në detaje gjinia në proceset tranzicionale dhe para se të bëhet ekzaminim kritik i proceseve paqëndërtuese, është shumë e rëndësishme që terminologjia e përdorur për t'ju referuar dinamikave gjinore të paraqitet që në fillim. Instituti Evropian për Barazi Gjinore përkufizon termet e mëposhme si në vijim. Dhunat seksuale në konflikt i referohet përdhunimit, skllavërisë seksuale, prostitucionit të detyruar, shtazanisë të detyruar, abortit të detyruar, sterilizimit të detyruar, martesës së detyruar, trafikimit të personave kur kryhet në situata konflikti për qëllim të dhunës, apo shfrytëzimit seksual dhe çdo formë tjetër të dhunës seksuale të një graviteti të krahasueshëm të kryer kundër grave, burrave, vajzave ose djemve, që lidhet drejt për drejt ose jo drejt për drejt me një konflikt. Dhunë ndaj grave dhe vajzave në konflikt të armatosur.
dhune përjetuar nga gra dhe vajza gjatë konfliktit armatosur, duke filluar nga dhuna fizike, seksuale, tek ajo psikologjike kryer nga aktor shtetëror dhe jo shtetëror, duke përfshirë vrasje, vrasje të paligjshme, tortura dhe trajtime ose ndëshkime të tjera mizore, çnjerëzore ose degraduese, rëmbime, sakatim dhe gjymtim, rekrutim të detyruar të grave luftëtare, përdhunim, skllavërim seksual, shfrytëzim seksual, zhdukje e pavullnetshme, ndalim arbitrar, martesa të detyruara, prostitucionin e detyruar, abortin e detyruar, shtatxanin e detyruar dhe sterilizimin e detyruar. Dinamik gjinore. Marrëdhëniet dhe ndërveprimet midis dhe ndërmjet vajzave, djemve, grave dhe burrave. Drejtësi gjinore. Sigurimi i drejtësisë dhe së drejtës në shpërndarjen e përfitimeve dhe përgjegjësive midis grave dhe burrave. Gjini. Atribute shoqërore dhe mundësitë që lidhen me të qenit femër dhe mashkull dhe me marrëdhëniet midis grave dhe burrave dhe vajzave dhe djemve, si dhe për marrëdhëniet midis grave dhe atyre midis burrave. Gjinorizim. Integrimi i perspektivës gjinore në të kuptuarit dhe ndërtimin e personave, fenomeneve, reflektimeve, gjërave, marrëdhënieve, sektorëve të veprimit, në sistemeve shoqërore dhe institucioneve. Hendek gjinor. Hendek në çdo fushë midis grave dhe burrave, për sa i përket niveleve të pjesëmarrjes, qasjes, të drejtave, shpërblimit ose përfitimeve. Mashkullorësi apo burrëri. Nocione të ndryshme se çfarë do të thotë të jesh një burr, përfshin modelet e sjelljes të lidhura me vendin e burrave në një grup të caktuar rolesh dhe marrëdhëniesh gjinore. Queer. Të gjithë individët që nuk kategorizohen brenda normave gjinore dhe seksuale. Seks. Karakteristika biologjike dhe fiziologjike seksuale që përcaktojnë njerëzit si femra ose meshkuj. Verbëri gjinore. Dështimi për të njohur që rolet dhe përgjegjësitë e vajzave, grave, burrave dhe djemve u përshkruhen apo imponohen atyre në kontekste specifike sociale, kulturore, ekonomike dhe politike. Duke ju inkurajuar që të shfrytëzoni fjalorthin feminist të shqipëzuar dhe ta integroni në diskursin tuaj të përditshëm, po ndalemi tek përkufizimi i fundit, verbëria gjinore. Verbëria gjinore në procese tranzicionale shpeshherë ndodh për shkak të mungesës së njohurive se si të implementohen procese që ftojnë më shumë gra të përfshijnë në mënyrë kuptimplot në tranzicion. E në të njëjtën kohë, shmangja e adresimit të përvojave të jetuara, që janë unike për gratë dhe vajzat kur ka shkelje të drejtave të njerëzit, rezulton në procese tranzicionale që dështojnë të kontribuojnë në një shoqëri të barabartë për të gjithë. Një metodë konkrete që praktikuesit në fushën e drejtësisë tranzicionale mund të qëndërtojnë gjinin në këto procese për të siguruar barazi, është duke përdorur konceptin e ndërthurjes si një kategori analize. Si koncept, ndërthurja, apo intersectionality në gjuhën angleze, është emërtuar nga juristra Kimberly Crenshaw, për të ilustruar se si kombinimi i dy apo më shumë identiteteve mund të rezultojë në diskriminim apo marginalizim të shumëfisht për një individ apo grup. Për shembull, një grua e komunitetit rom, e cila gjatë një konflikti ka përjetuar dhunë seksuale, gjatë proceseve të drejtësisë tranzicionale që janë të verbra ndaj gjinisë, mund të mos përfitojnë nga skema sociale, përfitime shoqërore apo diskriminimi pozitiv, sikur edhe individët e tjerë që përkasin komuniteteve shumicë. Rrjedhimisht, kombinimi i identiteteve si seksi, gjinia, etnia, feja, raca, orientimi seksual, mosha, niveli i edukimit, klasa ekonomike e kështu me radhë mund të privilegjojnë apo diskriminojnë individ apo grupe të caktuara. Përpjekjet e para në drejtësinë tranzicionale që janë adresuar shkeljet flagrante të drejtave të njerëzit në konflikt, nuk kanë adresuar në mënyrë specifike dhunën seksuale në konflikt, por as nuk kanë marrë të ekzaminuar se cili ka qenë ndikimi i regjimit autokratik apo radikalizimit fetar te gratë dhe vajzat, e sidomos të komuniteteve të nënpërfaqësuara, dhe si ka penalizuar ato pas rënies së sistemeve. Pra, kur themi që proceset tranzicionale duhet të qëndërtojnë gjinin, nuk i referohemi vetëm identitetit gjinor, por flasim edhe për identitetet fetare, klasore, racore e kështu me radhë. Deri në mes të viteve të 90-ta, ekzistonte një heshtje në lidhje me dhunën ndaj grave në konflikt.
Por verbëria gjinore filloi të venitej gradualisht kur gjykatat për Ruandën dhe ish Jugosllavin kriminalizuan dhunën seksuale ndaj grave në konflikt, duke cilësuar atë si një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit. Një veprim i tillë mundsoi që censhmëria të gjitha formave të drejtave të grave të trajtohet me po aq seriozitet sikur të trajtoheshin vrasje, tortura, zhvendosja dhe zhdukja. Shembull, në vitin 1998, ICTR apo United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda mori një vendim të rëndësishëm në ligjen ndërkombëtar duke klasifikuar përdhunimin si torturë në rastin e Jean-Paul Accusat. Në mënyrë të ngjashme, ICTY, në rastin prokurori kundër Delalik et al, deklaroi se përdhurimi shkel rënd dinjitetin njerëzor dhe integritetin fizik. Tribunali theksoi rëndësinë e dënimit dhe ndërshkimit të përdhunimit, veçanërisht kur kryhet nga ose me miratimin e zyrtarëve publik. Përdhunimi shkakton dhimbje të mëdha fizike dhe psikologjike, të cilat mund të përkeçohen nga kontekste sociale dhe kulturore dhe mund të kenë efekte të gjata e vështirë të riparueshme për viktimën, apo të mbijetuarin apo të mbijetuarën. Gjatë mesit të viteve 1990, ndërsa drejtësia penale ndërkombëtare po përparonte, fusha e drejtësisë tranzicionale po evoluonte gjithashtu. Kalimi i Afrikës së Jugut në një demokraci çoi në krijimin e një komisioni të së vërtetës dhe pajtimit, apo TRC, për të trajtuar abuzimet me të drejtat e njerëzit gjatë apartheidit. TRC trajtoi një gamë më të gjerë shkeljesh dhe ishte i pari që mbajti seanca publike të transmetuara gjerësisht. Me nxitin e aktivistëve të grave, ai adoptoi strategji të ndjeshme ndaj gjinisë, duke përfshirë seanca të veçanta për gratë, protokolle të ndjeshme ndaj gjinisë për marrjen e deklaratave, kërkime të fokusuara në gjinin dhe një kapitull të dedikuar për gratë në raportin përfundimtar. Dhuna seksuale në konflikt dhe rezoluta 1325 e Kombeve të Bashkuara mbi gruan, paqen dhe sigurinë. Gjinorizimi i analizave të ndikimit të konfliktit në shoqëri, identifikimi i hendeqeve gjinore në procese pas konfliktit dhe avokimi për qëndërsim të përvojave të grave dhe të vajzave në konflikt dhe pas tij, trazuan rrugën për hartimin e një rezolute themelore të Kombeve të Bashkuara, që theksojnë rolin e patjetërsueshëm të grave dhe vajzave në parandalimin e konfliktit, negociatave të paqes, ndërtimit dhe ruajtjes së paqes, si dhe përgjigjeve humanitare në rikonstruktim të shoqërisë pas përfundimit të luftës. Gjinia dhe drejtësia tranzicionale është bërë pjesë e rëndësishme e agjendës së Kombeve të Bashkuara. Më 31 tetor në vitin 2000, Këshilli i Sigurimit adoptoi rezolutën 1325 e cila fokusohet në rolin dhe përfaqësimin e grave në paqebërje. Këshilli i Sigurimit thekson rëndësinë e rritjes së përfaqësimit të grave në rolet vendimarrëse në parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve dhe ndërtimin e paqes, duke inkurajuar sekretarin e përgjithshëm të emërojë më shumë gra në pozita kyçe. Mbrojtjen e grave dhe vajzave në konflikte të armatosura. Rezoluta kërkon masa të veçanta për të mbrojtur gratë dhe vajzat nga dhuna me bazë gjinore gjatë konflikteve të armatosura dhe thekson respektimin e ligjit ndërkombëtar për të drejtat e tyre. 3. Integrimin e perspektivës gjinore në operacionet e paqes. Kërkohet përfshirja e një perspektive gjinore në operacionet e ruajtjes së paqes, përfshi trajnime të specializuara për personelin dhe mbështetje të programeve të ndjeshme ndaj gjinisë. Një nga temat që rezultojnë nga kjo rezolutë trajton në mënyrë specifike edhe dhunën seksuale në konflikt. Dhuna seksuale është përdorur tradicionalisht si mjet lufte, për arsye të shumëfishta, duke përfshirë poshtërimin shoqëror, ndytjen e gjakut, demaskulinizimin dhe tendencën për të lënë plagë të hapura edhe dekada pas përfundimit të konfliktit. Dhuna seksuale ka ndikim të thellë e shumë të gjatë në një shoqëri, duke ndikuar në përjashtimin e të mbijetuarve dhe të mbijetuarave nga shoqëria përmes stigmatizimit. Fokusi theksuar i është dhënë edhe dhunës seksuale si mjet lufte, edhe përmes rezolutave të tjera që qëndërsojnë këtë dukuri dhe thërrasin për veprime specifike për ta targetuar gjatë dhe pas konfliktit. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1888 fokusohet në qasjen e drejtësi, sundimin e ligjit, reforma ligjore dhe gjyqësore, hetime dhe ndjekjet penale për kryesit e veprës së dhunës seksuale në kohë lufte. Ajo thekson rëndësinë e sigurimit që autorët të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre.
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 2106 kërkon në mënyrë specifike ndëshkimin e dhunës seksuale në konflikt, duke theksuar nevojën për ndjekjen penale të atyre që janë përgjegjës për këto krime. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 2242 rekomandon sigurimin e riparacionit për viktimat e dhunës seksuale pas rastit. Ajo gjithashtu kujton se Këshilli i Sigurimit mund të vendosë sanksione kundër atyre që kryejnë dhunë seksuale në kohë konflikti. Njohja e dhunës seksuale si një shkelje serioze të drejtave të njeriut ishte një përparim i rëndësishëm për të gjithë të mbijetuarit dhe për identifikimin e shabloneve tipike të dhunës në konflikt. Por, në të njëjtën kohë, kur flitet për gratë dhe vajzat në kontekst lufte dhe pas lufte, përvojat e tyre konizoheshin vetëm me dhunën seksuale. Një fokus i tillë shumë i ngushtë rezultoi në mungesën e analizës gjinore të përvojave të dhunës seksualeve ndaj burrave. Si rrjedhoi, dhuna seksuale ndaj burrave në kontekst konflikti është i nën-raportuar. Po ashtu, barazimi i grave dhe vajzave vetëm me dhunën seksuale në konflikt vuri në hije ndikimin e konfliktit në jetën e grave pas luftës. Disa nga sfidat specifike me të cilat ballafaqoheshin gratë, si menaxhimi financiar pas vdekjes apo zhdukjes së kryefamiljarit, të rriturit e fëmijëve si një nën beqare, mungesa e edukimit dhe aftësive për të punuar, mungesa e qasjes në pronë dhe trashëgimi e të tjerë, u trajtuan më me pak vëmendje se aspekti i dhunës seksuale. Moduli 2. Kritikat feministe të drejtësisë tranzicionale. Integrimi i lenteve gjinore në procese tranzicionale si përpjekje, në njërin anë ka rezultuar me sukses, pasi që është mundësuar një ngritje vetdijes në lidhje me rëndësinë e integrimit të përvojave të grave dhe perspektivave të tyre. Po ashtu, gjinorizimi i ligjeve ka mundësuar që disa aspekte të konfliktit dhe proceseve pas tij që prekin vetëm gratë të mirën me konsiderat më të veçantë. Por, në anën tjetër, përpjekjet të suksesshme apo fitoret e vogla të integrimit të këtyre perspektivave nuk garantojnë që drejtësia tranzicionale të jetë gjithmonë e ndjeshme ndaj çështjeve gjinore dhe të adresojë plotësisht nevojat e grave dhe vajzave. Fionnuala Ni Aullan elaboron mbi këto procese, duke pohuar që prania feministe në drejtësinë tranzicionale është komplekse, me shumë shtresa dhe ende në proces angazhimi. Si dhe, barazia gjinore mbetet e pakapshme në zbatimin e drejtësisë tranzicionale. Rrjedhimisht, verbëria gjinore vazhdon të jetë prezente, sepse proceset tranzicionale janë të ndërtuara në parime dhe struktura patriarkale, të cilat promovojnë vlera patriarkale. Një mënyrë se si janë përforcuar narrativat gjinore dhe janë përforcuar sistemet patriarkale është përmes qasjes universale për të implementuar parimet e drejtësisë tranzicionale. Në shumë raste, pas konfliktit, mekanizmat e drejtësisë tranzicionale që janë vendosur në një shoqëri nuk janë kontekstualizuar. Çfarë nënkupton kjo? Kur modelet e drejtësisë tranzicionale që kanë funksionuar në vende të tjera nuk modifikohen dhe përshtaten me normat, kulturën, historinë, gjeopolitikën dhe përvojën lokale, atëherë paqja dhe drejtësia nuk do të jenë të qëndrueshme. Drejtësia tranzicionale implementohet në mënyrë të suksesshme atëherë kur botkuptimet dhe perspektivat lokale janë të integruara në procese. Neglizhimi se çka do të thotë drejtësi dhe gjini në një kontekst specifik rezulton me dështim të aplikimit të suksesshëm të drejtësisë. Shembuj konkret të këtyre dështimeve do të ishin mosnjohja dhe mungesa e adresimit se si ndikojnë varfëria, mungesa e qasjes në sisteme publike, mungesa e qasjes në pronë, mundësitë e limituara për shkollim dhe punësim, migrimi i brendshëm, zhdukja e kryefamiljarëve të tjerë në jetën e grave, vajzave dhe komuniteteve jo shumicë. Grupet etnike, fetare, persona me aftësi të veçanta. Komuniteti queer janë lënë shpesh herë në margjina dhe përvojat e tyre në konflikt si dhe integrimi i perspektivave të tyre në paqëbërje janë heshtur. Dhuna pas konfliktit. Dhuna seksuale në konflikt u trajtua në modulin paraprak, e cila është një temë e pashmangshme kur flitet për konfliktet, me që dhuna e asaj forme dhe formave të tjera janë pjesë përbërëse strategjike të secilit konflikt. Por shumë pak adresohet dhuna të gjitha formave pas përfundimit të konfliktit. Secili konflikt lë plagë dhe pasoja në shoqëri dhe shpesh herë dhuna pas konfliktit merr një formë tjetër pas përfundimit të tij. Stresi traumatik, shtypja e përbrendësuar, varfëria,
role gjinore, papunësia dhe invaliditeti janë vetëm disa nga mënyrat përmes së cilave dhuna mund të riprodhohet edhe në përpjekjet për të ndërtuar paqen. Nëse përpjekjet për ndërtim të paqes nuk e përfshin një strategji konkrete për fuqizimin ekonomik, edukimin, pjesëmarrjen kuptim plot në ndërtim të demokracisë, qasjen e barabartë në përfitime sociale dhe planifikim të së ardhmes së komuniteteve të nënpërfaqësuara, struktura patriarkale vetëm sa do të rrënjosin më thellë si vlera në shoqëri. Andaj, reformat shtetërore duhet të parashojnë gratë dhe vajzat, personat me aftësi të veçanta, komunitetet etnike, grupet queer dhe rinin, politika, shërbime dhe planet të edukimit, treg të punës, shërbime shëndetësore e kështu me radhë. Në të njëjtën kohë, duhet të punohet që rolet gjinore të cilat janë konstrukte shoqërore të veniten përmes kampanjave të vedisimit dhe politikave shtetërore, që dekonstruktojnë këto norma që shtyjnë gratë në sferën private. Dhuna merr forma të ndryshme, andaj edhe përjashtimi sistematik i nevojave dhe perspektivave të grupeve të përmendura më lart është një formë e dhunës, e cila riprodhon shtypje edhe pas përfundimit të konfliktit. Pjesëmarrja përmbajtësore dhe përfaqësimi i grave në paqe të qëndrueshme. Të gjitha këto përpjekje ndërkombëtare të përmendura më parë, që synojnë avancimin e agjendës për gruan, paqen dhe sigurinë, sërish nuk kanë arritur që të mundsojnë përfshirjen e plotë dhe kuptim plot të grave si në dokumentim të së kaluarës, si në procese vendimmarrëse, ku synohet ruajtja dhe ndërtimi i paqes. Në figurën që do ta shihni tani, të huazuar nga hulumtimi global për implementimin e rezolutës 1325 nga UN Women, ilustrojnë përqindjen e marrëveshjeve të paqes që përfshin së paku një referencë për gratë. Nga vitet 1990 deri në vitin 2000, pra para miratimit të rezolutës 1325, përqindja më e lartë e marrëveshjeve që kishin të paktën një referencë për gratë ishte 20% në vitin 1995. Ndërsa, pas vitit 2000, kjo përqindje pëson një rritje pothuajse lineare, por sërish nuk e kalon 60%. Sipas këtij hulumtimi të UN Women, pjesëmarrja e grave rrit probabilitetin e një marrëveshjeje paqeje që zgjatë të paktën 2 vjet me 20% dhe me 35% probabilitetin e një marrëveshjeje paqeje që zgjatë 15 vjet. Analiza 40 proceseve të paqes që nga fundi i luftës së ftohtë tregon se në rastet kur gratë ishin në gjendje të ushtronin një ndikim të fortë në procesin e negociatave, kishte një shans shumë më të lartë që të arrihet në marrëveshje se sa kur grupet e grave ushtroheshin të dobëta ose me asnjë ndikim. Në rastet e ndikimit të fortë të grave, pothuajse gjithmonë arrihet një marrëveshje. Marrëveshjet e paqes kanë 64% më pak gjasa të dështojnë kur marrin pjesë përfaqësues të shoqërisë civile. Në 15 nga 16 dialogët ndërkombëtar të shqyrtuar, vendimmarrja ju la një grupi të vogël drejtuesish meshkuj. Pra, në mënyrë që paqja të jetë e qëndrueshme dhe që shoqëria të ketë një ngritje të koezionit social, pushteti duhet të shpërndahet në formë formale dhe jo formale. Rolet gjinore dhe burërit. Definicioni i mashkullorësisë apo burrërisë i elaboruar në fillim të modulit të gjinisë në drejtësi tranzicionale, thekson modelet të sjelljes në shoqëri dhe rolet që burrat kanë në atë. Burrëria është një konstrukt shoqëror, tërësisht fluid, e cila si koncept ndryshon varësisht kontekstit kohor, politik, ekonomik dhe kulturor për të cilin flasim. Arsyeja pse është e rëndësishme të flitet për burrërinë në kontekst të drejtësisë tranzicionale qëndron pas faktit që pritshmëritë për burrat në kontekst lufte apo konflikti dhe pas tij kornizohen brenda epiteteve të qenurit agresiv, i fortë, mbrojtës, kryefamiljar, luftëtar e trim. Në bazë të këtyre epiteteve, burrave dhe djemve ju caktohet roli në shoqëri, e veçanërisht në zonë e kohë konflikti e lufte. Pra nuk ekziston një formë fikse të qenurit burr. Si koncept, kjo ndryshon në bazë ndërthurjes së identiteteve si etnia, feja, raca apo klasa shoqërore të cilës i përket një individ. Edhe pse në kontekst konflikti dhe pas tij burrat janë në epicentër të diskutimeve, në majë të pozitave vendimmarrëse e në krye të hartimit të politikave për ruajtje dhe ndërtim të paqes, rolet e tyre në shoqëri janë të nënstudiuara. Prandaj në mënyrë që të parandalohen konfliktet dhe të mos përsëriten shablonet që historikisht kanë nxitur luftë, duhet që vëmendje veçantë i kushtohet edhe roleve gjinore kafshi burrave. Organizatat lokale dhe roli i tyre në drejtësinë tranzicionale. Shoqëria civile ka një rol të patjetërsueshëm në shoqërinë në tranzicion. Rëndësia e tyre nuk qëndron vetëm tek ndërlidhja e qytetarisë aktive me institucionet,
por edhe tek ndërlidhja politikave së bashku me individët. Organizatat e shoqërisë civile, të cilat në mision kanë ndërtimin e paqes, gjithëpërfshirjen dhe inkurajimin e dialogut social në procese tranzicionale, kanë përvojë të drejtë për drejtë me individët, grupet dhe komunitetet e prekura nga konflikti. Prandaj, përvoja atyre dhe njohuritë e mbledhura nga tereni duhet të ushqejnë politika shtetërore dhe kontributi i tyre të jetë pjesë e artimit të rrugës së bashkëjetesës dhe përforcimit të demokracisë. Fatkeqësisht, organizatat e shoqërisë civile që janë marrë drejt për së drejti me viktimat, të mbijetuarit dhe familjarët e tyre, janë anashkaluar dhe nuk janë përkrahur nga institucionet qeveritare dhe ndërkombëtare. Prandaj, në mënyrë që të gjithë hizedarët të ndajnë kontributin e tyre unik e të patjetërsueshëm në ndërtimin e paqes, përkraje financiare dhe institucionale duhet u jepet në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëria e atyre. Moduli 3. Gjinia dhe drejtësia tranzicionale në Kosovë. Lufta e vitit 1998 dhe 99 në Kosovë ka prekur gjithë materialin shoqëror të vendit, duke mos përjashtuar asnjë nga shënjuesit e identitetit si mosha, gjinia, aftësia fizike dhe intelektuale e orientimit seksual. Kjo luftë përfundoi me 13.531 të vrarë, prej të cilëve 1.230 ishin fëmijë dhe 1.647 të zhdukur, ndërsa numri i të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës arrin 20.000. Lufta dhe konflikti nuk kursejnë askënd, ndërsa gratë dhe vajzat e sidomos ato të grupeve të nënpërfaqësuara i vuajnë pasojat edhe shumë vite pas përfundimit të luftës. Gratë dhe vajzat ishin pjesë përbërëse e rezistencës paqësore, e sistemit paralel të edukimit e mbrojtjes së identitetit të tyre. Por pas përfundimit të luftës, kontributi i tyre nuk ka zënë vend meritor në faqet e librave të historisë. Gratë që morën pjesë në mobilizimin e shoqërisë në protesta e që zunë vend në aktivizmin politik të kohës nuk u shpërblyen me pozita udhëhese gjatë periudhës së shtetë-ndërtimit të Kosovës. Në periudhën e pas luftës, mobilizimi qytetar që ndihmoi gratë dhe vajza të hynin në sferën publike u venit dhe gratë sërish u shty në sferën private duke pasur role të përforcuara gjinore. Kjo dukuri ndryshe njihet edhe si efekti i Rozit dhe Riveter, i cili shpjegon rikthimin e vajzave dhe grave në fusha tradicionalisht të okupuara nga gratë pas përfundimit të luftës dhe konfliktit. Gjatë luftës së dytë botërore, kur burra dhe djemt ishin duke luftuar në vijën e parë të frontit, gratë dhe vajzat u inkurajuan që të punonin dhe të ndërmerrnin role që para luftës ju kishin përkitur burrave. Por pas përfundimit të luftës, kur burrat janë kthyer nga lufta, nuk kishte më nevojë për gra në sferën publike. Me që rast, ato inkurajuan të ktheheshin sërish në sferën private. Në mënyrë të njëjtë, gratë dhe vajzat që kishin pasur role aktive para dhe pas luftës në Kosovë, në mënyrë jo formale u inkurajuan që të ktheheshin sërish në sferën private. Kjo dukuri, sipas Elife Krasniqit, cilësohet si një formë e ripatriarkalitetit të rendit shoqëror. Statusi të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ashtu siç u diskutua në përmbajtjen e modulit paraprak. Dhuna seksuale është përdorur si mjet lufte edhe në Kosovë, por diskutimi për grupin e shoqërisë të prekur nga kjo formë e dhunës në nivel institucional filloi një dekadë me vonesë. Tek në vitin 2014, 15 vjet pas përfundimit të luftës, pas aktivizmit të shoqërisë civile dhe aktorëve politik në krye me presidentin e atëhershme të Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, Kuvendi i Republikës së Kosovës aprovoi ligjin nr. 04/L054 për statutin dhe të drejtat të dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, anëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, personave të dhunuar gjatë luftës, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Ky ligj njeh të kaluarën e të mbijetuarve dhe bën përpjekje për të rintegruar, rehabilituar dhe risocializuar ata në shoqëri, sikur edhe kategoritë e tjera të prekura nga lufta. Statuti i të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës kalon përmes një komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statutit të personave të dhunuar gjatë luftës lirimtare të Kosovës, i cili është i përbërë nga kryetari, nënkryetari dhe nënanëtarët e komisionit. Për ta mbështetur dhe përpiluar aplikimin e të mbijetuarve, 4 organizata të shoqërisë civile që janë marrë drejt për së drejti me të mbijetuarit që nga përfundimi i luftës në Kosovë, përkatësisht Medica Gjakova, Medica Kosova, Qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas dhe Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës janë mandatuar nga qeveria e Kosovës. Sipas të dhënave të komisionit, deri më datë 21 nëntor 2023 janë pranuar 1986 aplikime.
prej të cilave 1606 janë aprovuar, 46 janë në proces të trajtimit dhe 1962 janë të trajtuara. Afati i punës së komisionit ka qenë i përcaktuar me ligj për një periudhë të kufizuar, i cili ka skaduar në vitin 2023. Por pas shqyrtimeve dhe aktivizmit të grave shoqërisë dhe civile dhe disa individëve politik, kohëzgjatja e komisionit është hyrë deri më 15 maj 2025. Sidoqoftë, mandati i komisionit duhet të jetë i palimituar, meqense të mbijetuarit duhet të kenë të drejtën e aplikimit kurdo që ata dhe ato të jenë gati emocionalisht për ta marrë një vendim të tillë. Gratë në negociatat e paqes. Në mënyrë që paqja të jetë e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, gratë, vajza dhe komunitetet e nënpërfaqësuara duhet të jenë të përfshira në negociatat e paqes mes Kosovës dhe Serbisë. Gratë aktiviste nga shoqëria civile kanë qenë të përfshira në proceset të ndërtimit të paqes me vetë iniciativë dhe në forma jo formale. Përmes rrjetëzimit, organizatat që merren me dialogun Kosovë-Serbi dhe me bashkëtesën ndëretnike janë bashkuar në përpjekje me organizata nga Serbia në mënyrë që kontributi të jetë sa më i prekshëm dhe i shtrirë gjerë. Por, në nivel të zyrtarizuar dhe shtetëror, grave ju është besuar shumë më pak një rol kyç në proceset e dialogimit të paqes. Përveç një krye negociatore në dialog, Edita Tahirit, nuk ka pasur gratë të deleguara specifikisht për këtë detyrë. Sipas hulumtimit më të fundit të përfshirjes së grave në ndërtimin e paqes dhe sigurisë, faktorët që ndikojnë në numrin e kufizuar të grave janë: 1. Qëndrimet dhe pritshmëritë shoqërore rreth roleve gjinore. 2. Qëndrimet në mjediset institucionale me indiferenca nga shteti dhe aktorët politik. 3. Nënpërfaqësimi i grave në vendimarrje dhe negociata formale. Pra, rolet gjinore dhe pas më shumë se 2 dekadash nga përfundimi i luftës vazhdojnë të jenë të ndara. Gratë nuk perceptohen si të gatshme dhe kredibile për t'u besuar një detyrë e tillë. Edhe pse numerikisht gratë dhe vajzat janë më të përfaqësuara në sferën politike në Kosovë, atyre ende ju duhet përfaqësim kuptim plot përmes pozitave të larta, autonomisë së vendimit dhe përfshirjes në fusha që tradicionalisht kanë qenë të dominuara nga burrat. Moduli 4. Një paqe qëndrueshme gjithëpërfshirëse. Strategji dhe mekanizma. Në shumë gra, rini dhe grupe të nënpërfaqësuara prezente në proceset të drejtësisë tranzicionale. Ashtu siç preken në të gjitha grupet në mënyra të ndryshme nga lufta dhe konflikti, edhe paqja i prek të gjithë hisedarët dhe fushat e një shoqërie. Nëse paqja ka për synim mos përsëritjen e konfliktit, pajtimin, shëndërtimin dhe reparacionet, atëherë në mënyrë kritike dhe gjithëpërfshirëse duhet të integrohen perspektivat të ndryshme në secilën prej këtyre proceseve. Përfshirja e grave, rinisë dhe grupeve të nënpërfaqësuara duhet të jetë përmbajtësore dhe jo vetëm numerike. Pra, përfshirja e tyre në drejtësinë tranzicionale duhet të bëhet duke besuar që kontributi i tyre vërtet do të ndikojë në paqe të qëndrueshme dhe perspektivat e gjithë secilit do të komplementojnë pikturën e së ardhmes. Përfshirja kuptim plot mund të arrihet përmes kampanjave vetëdijsuese për rëndësinë e gjithëpërfshirjes, pasurimit të kurikulave mësimore që njohin kontributin konkret dhe rëndësinë e fuqizimit të grave, implementimit të kuotave në proceset të drejtësisë tranzicionale si mekanizëm për të siguruar pjesëmarrje të barabartë në mënyrë ligjore, si dhe përmes definimit lokal se çfarë do të thotë drejtësi, dhe cila është mënyra më e mirë për t'u arritur paqja. Rrjedhimi dhe shkëmbimi i praktikave më të mira. Në epokën që po jetojmë tani, është e pashmangshme të mendohet se si mund të arrihet progres në cilën do fushë pa rrjedhim dhe pa shkëmbim të përvojave. Globalizimi ka mundësuar që informata të plasohen shpejt dhe lehtë, pa bërë shumë përpjekje të kushtueshme. Edhe pse diskutua më herët që historia, kultura e kaluara dhe identiteti i një populli bën secilin konflikt dhe luftë unike për kontekstin, shkëmbimi i përvojave institucionale të shoqërisë civile dhe komuniteteve për të rrimë këmbë shoqërinë mund të jetë një katalizator i paqes. Përkraja për shoqërinë civile. Organizatat jo qeveritare janë ura ndërlidhëse mes komuniteteve të shoqërisë dhe institucioneve. Marrë parasysh që puna në terren dhe dialogimi vazhdueshëm i dorës së parë me individ dhe pjesëtarë të komuniteteve është esenciale për punën e tyre, organizatat kanë një uri të gjera mbi nevoja dhe kërkesat e hisedarëve që duhen përfshirë në proceset të paqes. Andaj, është rrënjësore që përkraja e institucioneve dhe organizatave ndërkombëtare në formë materiale, por jo vetëm,
të jetë e pandarë për OJQ-t. Monitorimi i ligjeve dhe rezolutave. Kornizat ligjore dhe rregullore janë ndër hapat e parë të progresit dhe të avancimit të agjendës së paqes dhe sigurisë, si dhe barazisë gjinore. Por të pasurit kornizat ligjore dhe proceset e dokumentuara vetëm në letër nuk është e mjaftueshme për të siguruar dhe ndërtuar paqen. Në mënyrë që të sigurohen që ligji është i barabartë për të gjithë, si dhe që ligjet po implementohen në praktik, shoqëria civile dhe aktorët përkatës do të monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme implementimin e ligjeve. Memorialet. Memorialet luajnë një rol të rëndësishëm në drejtsinë tranzicionale, duke shërbyer si përkujtues fizik dhe simbolik të sakrificës, kontributit dhe humbjeve në konflikt. Ato shërbejnë në mirëmbajtjen e kujtesës kolektive dhe dokumentimin e së kaluarës, përmes monumenteve, busteve, pllakatave, muzeve dhe hapësirave të qasshme për të gjithë. Shpeshherë gratë, vajzat dhe grupet e nënpërfaqësuara janë përjashtuar nga këto procese të kujtesës kolektive, duke mos njohur dhimbjen, humbjen dhe sakrificën e dhënë të atyre grupeve. Prandaj, në mënyrë që të mos përforcohen dinamikat patriarkale në aspektin gjinor dhe të mundësohet njohja publike në kontributit të grave, integrimi dhe nderimi duhet të jetë i barabartë për të gjitha aktorët e shoqërisë. Një shembull i tillë në kontekstin e Kosovës është skulptura Heroinat, që shërben si përkujtues i kontributit të grave në historinë e Kosovës. Fuqizimi ekonomik. Krijimi i programeve për rikuperimin ekonomik që fokusohen në fuqizimin e grave, dekonstruktimin e roleve gjinore dhe theksimin e rolit transformues që gratë mund të luajnë në formimin e ekonomive të së ardhmes është rrënjësor për paqe të qëndrueshme. Politika dhe programet e tjera makroekonomike duhet të jenë të orientuara nga komuniteti dhe të shërbejnë grupeve të nënpërfaqësuara, pjesë qendrore së cilave janë padyshim gratë. Paraja publike duhet të jetë shpërndarë në mënyrë të ndjeshme gjinore, e cila kryesisht alokohet në rindërtim të shërbimeve esenciale për gratë dhe grupet jo shumicë. Pjesëmarrja kuptimplot e grave dhe komuniteteve të nënpërfaqësuara në politikë. Përfshirja e grave në politikë është thelbësore për parandalimin e konflikteve dhe ruajtjen e paqes. Gratë lidere shpesh sjellin perspektiva të ndryshme dhe përfaqësi që promovojnë zgjidhjen paqësore të konflikteve dhe zhvillimin e politikave gjithëpërfshirëse. Përmes pjesëmarrjes aktive në politikë, gratë mund të sigurohen që zërat dhe përvojat e tyre reflektohen në vendimarrje, duke ndihmuar në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe të qëndrueshme.